Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Do të hap dritaren për një 35 vjeçare e cila quhet Minka dhe sot do denoncoj ish partnerin e saj, ish të dashuri, i cili e kërcënon pas ndarjes dhe kërkon rikthim. Ajo më ka dërguar një video vetëm 24 orën përpara, një video që jam shokuar se si ajo ka dalë për të konsumuar një kafe dhe ai e ka dhunuar në mes të qytetit. Është e tmerrshme teksa shikon një vajzë që merr ndihmën nga qytetarët se ishi dashuri kërkon rikthim, ajo nuk pranon dhe ai e dhunon në mes të qytetit dhe policia nuk merr asnjë mas pikërisht për zotin Artan. Historia e të dyve është një histori e ndërlikuar pasi Minka është një vajzë e re dhe dashurua me një burr të martuar. Artani ka një grua në shtëpi që nuk kërkon divorc me gruan, po kërkon të mbajë dhe gruan edhe Minkën. Por çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori pasi 35 vjeçaria vetëm përpara disa muajve ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka rrëfyer këtë histori dashurie të dhimbshme dhe ka treguar dhe ndarjen. Por çfarë ka ndodhur pas ndarjes dhe se si ajo është kërcënuar, do të jetë Minka sot sërish me mua këtu në live me Odetën, është duke më pritur dhe hap dritaren. E dashur Minka, përshëndetje. Përshëndetje, dashur Odeta. Por çka ka ndodhur me atë video që pash e tmerrshme? Çfarë ka ndodhur me ty? Unë erdha në pushim në Maqedoni. E kam Mazllami, me thonë që kena pas lidhje, e din të shumë mirë që e kam bërë intervistën para kohë. Ne përpara disa muajve kemi qenë bashkë në live me Odetën dhe ti ke treguar historinë e ishit tënd që i e ndarë dhe sot ai nuk të lë rehat dhe unë jam shokuar kur e pash atë video. Po, me 17 në mujt, dhe me thonë mujt 4, tash më prill 2026. Unë e shkoj në drejtimin tim për të pi kafe. Vajza ati kalon, dhe me thonë, unë isha me vetur, kalon në atë situatën, dhe me thonë, për kalu rrugën. Edhe unë normal vazhdoj drejtimin tim. Vajza ati e thirr nonën e vet në telefon, i thot që unë kam dash ta shkel me vetur. Edhe ajo e thirr e thon Mazllamin, dhe me thonë, në atë moment e ka shpir për mu si kur unë për një me e kom shkel vajzën e tyre. Mas një kohë, dhe me thonë, unë shkoj në kafe. Ulem tavolin me një shok jam të pi kafe. Vajza ati prap më provokon mu. Unë nuk më interesoj ajo pjesë, vazhdova prap drejtimin tim të kafes. E dashur Minka, sa vjeç është vajza e ishit tënd? Vajza ati është 13 vjeçare, ose 14, po. Dhe kjo vajzë 14 vjeçare, le të themi të ka ndjekur dhe të ka provokuar thjesht se ti ke qenë e dashura e babait të saj. Po, do me thonë unë kom qenë drejtimin tim, do me thonë kjo ishte një akuzë dhe kjo ishte një shpifje për Minkën, derisa Minka isha në drejtimin tim, s'kisha asnjë provokim ndaj asaj ose familjes atij. E tanë Mazllami ka pas kontakt me mu rregullisht mas kohës që kina pas problemet atëherë që të kam tregu. Ai më ka lutë dal me ta, unë nuk kam dalur. Edhe kur jam ardhur pi Gjermanie. Dhe me thonë, unë pit në kafe, tu ardhë në shpi, dhe me thonë, në 17 e 4, dhe me thonë, unë tu ardhë në shpi, e rëtonë Mazllami më thirë në telefon edhe i vutuar, edhe më thotë mu në telefon ku je, edhe unë ja treguj vendin ku jam për para shpis, edhe ajë më thotë mu pritëm aty se kom me të mytë. Edhe unë normal u frigova, shkova në polici fshatit tem. Ku shkova në polici të fshati jem, e këta në Mazllami ka ardhë aty me motor, dhe me thonë atë që e kishte të motorit, ma ka gjujt para policisë. Më ka ofendu aty edhe i ka thonë para policisë se ka me të mytë para policisë. Edhe ka qitë do fakte që jam kam para 15 mujve. Masani, unë do me thonë pyet 2 gjysë deri në 6 mëromje, unë kom qenë polici të më vrapçishtit. Ka tundit tem. Pi aty, dhe me thonë, pim 6 deri në 8 ora, dhe me thonë, deri në 8 ora, kom qenë në Gosivar, në polici. Po? Edhe, mas një kohë, policia mu se më kalon me lëviz pi aty, deri sa ka thonë deklerata, e kom thonë dekleratën unë. Une, kom mendu se duhet tap deklarat për vajzën, a i kishte ardhë të shpia jem, ma kishte kërcënu familjen tem apet. Kishte ardhë me kishte priksu fëmijët e vllabit, vllabin tem,
njerëzit jashtë që jam kanë në borë, edhe mu që i ka vllavi tem thot oj halla ka ardhur e tani këtu neve na bën, do me thonë na kërcënohet. Edhe unë i thon policisë se ai ka shku në shtëpi, më kërcënohet me familje. Edhe atërës unë e marrë me të mira prapër tani një thonë mi bëj be që s'ka ashtu dhe nisem kjo në shpipja e gruas tante dhe qikës tante. Ai në atë moment mu më shkruan thot do të mirë nuk ka do me thonë shpëtim prej teje. Pra, le të themi ti po kërcënohesh me jetë nga ky person i cili jo vetëm ty po të kërcënon dhe gjithë familjen dhe çfarë ndodhi në polici? Po? Do me thonë, une atë natë Ertan Mazllamin e majtën polici deri në 12 ora mëngjesit, në drejkë. Edhe Ertan Mazllami pirë mu më shkruan mu. Në atë moment, une hina TikTok edhe thash, lim rahat mos më thirr. Ai me live-in tem qenë shkon policin para qëtë prap mu. Edhe unë kur shkoj polici, Ertan Mazllami tu dal pi policisë, unë e tu hi. Edhe unë vetëm qëta ja kom thonë, o kloshar, bollë mor, se mare që po bën veç në polici, të më qu. Edhe policia e Gosivarit më kajnë, do me thonë, më kajnë bërtit mu pse e provokon. Unë nuk e provokova, unë vetëm i thash që mare më vjen se për ditë në polici jam të artë me ty. Edhe, mas ati që e dash deklaratën unë, dula pi ati, Ertan Mazllami mu më pritet, do me thonë, ke parkingu policisë. Ishte bashkë me policin. Mendimi jem ishtë që Ertan Mazllami mo nuk do ketë, do me thonë, guxim mo për të mu afru derisa i qartësun punët në polici. Une nisi drejtimin ke një shoqja jem për shku me pi kafe. Ertan Mazllami drejt më ndull mu të Goldenaj, dhe me thonë është një vend që e din krejt qytetit. Ai që aty më ka dal me motorin, veç e kum pa, e kum dru rrugën. Kur e kum dru në rrugën, unë jam konë të full në telefon me shoqën tem, ai mu ka ardhë me hekër edhe më ka sulmu. Në atë moment, janë njerëzit më ka më shpëtu, unë e shputova falë Zotit, edhe jam me jetë, shqyqyr Zotit, mirë po kjo ishte shpipja e gruas ati dhe vajzës ati që na prunë deri këtë pikë. Unë si mueser me meti ose si minka, kërkoj drejtsin tem dhe kërkoj që familja jeme tjetë e mbrojtët, se unë po shkoj për këtu, vazhdo jetën tem në Gjermani që ja kam, mirë po familja jeme duhet tjetë e mbrojtët. Shteti edhe gjykata, kur shkova në gjykat, mbulli zunë, më ofendun, për shkaku se unë jam konë me një lidhje me burë të martuar të thojza. Jo prokuroria që është krona ime, po njerëzit aty që ishim mrenda. E dashur Mika, të lutem, videon e kam parë. Atë ditë ai të gjuajti me hekur apo ishin qytetarët që të mbrojtën dhe nuk ndodhi asgjë? Jo, ai më gjujti me hekur, e pa edhe videon mundesh ta këshyrysh edhe një herë. Ai më gjujnë sikur donte të myte më. Ai ishte aq i mlepët, aq i shpifët për Minkën, që ai më vetëm thonte kjo të shputu, kjo më tjetë e vdekët, unë e shputaj në tipin burë. Edhe këtë pike ka pru krejt gruja vetë. Une si Minka, sa her më ka rap, sa her më ka mazretu, sa her më ka bo, sa her unë e kurse, unë e kum qu polici, por ja kum hek dërëndësimin. Mirë, po deri këtë pike ka pru gruja vetë edhe qika e vetë që i ka 13 ose 14 vjetë. Me shpipje. Unë kërkoj drejtsin tem, unë mund t'jem ma e modhe, unë nuk mundet një mashkull me ngret dorë në një femnës. Është e patolerueshme. Është e patolerueshme. Unë kërkoj drejtësi, unë kërkoj do me thonë jeta jem që jetë e lirë si gjithë, takim një jetë normale, se me të vërtet me probleme nuk jetohet, më ka impru në atë pikë që unë e më fund ta kry edhe vetë vrasjen, se nuk jam as e para as e fundi. Të lutem, nuk mund të shkosh deri në këtë pikë. Ti prandaj po e ngre zërin që të kërkosh drejtësi, po jo të ta çosh veten tënde deri në atë pikë sepse është fatale. E dashur Minka, mendo pa unë si Minka mendoj se gruaja vet kjo është hakmer për krejt senet që ka qenë me mua. Sepse ai e ka pas në fund kthehet me mu në Gjermani. Do me thonë fund ka vendos të jetë me mu. Kur e kom thirë unë e vlajna asaj, i kom thonë, ai mu më ka thonë gjithë si herën e parë edhe tash edhe herën e fundit që kena folë, largo për ati se do të kesh problem edhe më ka bë presion vlaja asaj, edhe mu po edhe Ertan Mazllami ti ka bë presion. Do me thonë, ato e kam pru deri këtë pikë që unë e t'jem
e vdekët, ai jeton në Burg, edhe dalet jeton me familjen e vet. E dashur Mika, ti akuzon gruan e ti, se ajo ka gisht në gjithë të konflikte. Nuk e akuzoj, po është realiteti kjo, sepse Ertan Mazllami nuk kishte kontakt me mu, vetëm kontaktonte me dal, tentonte me dal. Unë nuk dola, do me thonë nuk i dilsha. Qatë kohë që jam ardhur në Maqedoni, më ka ardhur një foto provokative pi një akont TikTok Ardita, që më kanë provoku një natë pikë që une, do me thonë, gjelozoj të Ertani edhe t'i dal. Pa marrë parasysh kush e ka bo. E ka bo gruja ati, a e ka bo aj. Do me thonë, i ka shfridzu fëmijët e vetë, gruën e vetë, vetëm gjelozoj unë dal në atë. Ama unë s'kom dal. Ai gjithnjë ka kërkuar që ti të rikthesh me atë, po ti ke dhënë fund kësaj lidhje. Ai ka kërkuar në fund të vine me mua në Gjermani. Kjo është punë, do me thonë, punë hakmarrje, bjerë një këtë pikë. E dashur Mika, e qartë, por ti mendon që gruaja e ti nga xhelozon pse ai të ka patur të dashur dhe ajo i bën të gjitha këto. Ti nuk e mundur dot të flasësh me nusen e tij që gjithçka ka mbaruar, sa ajo e ka ditur dhe përpara që ju keni pasur lidhje. Madje ajo ka qenë shtysa më e madhe që ajo e ka marrë vesh se unë i kumton vllajt e saj se unë e kam me marrë Ertanin në Gjermani. Por pse do ta bëje këtë gjë ti, që ta merri atë në Gjermani kur ai ka një grua në shtëpi? Dëgjoj, ajo kjo ka qenë, do me thonë, unë që i kumton që ai mu sot më lën rahat, derisa është të bëj çtu send, atëherë unë jam do me thonë, si të thonë, si kur unë me ta marrë me zor diko, që shtu i bi. E dhe Shumika, të bëj një pyetje dhe tregohu e si që ti vazhdon të dashurosh atë njëri? Jo, dashuria nuk ka marrë fund, thjesht une me atë njëri nuk duhet të kem asnjë farë lloj kontakti mo, duhet të jem rahat me jetën tem, veç edhe ai duhet të më lanë qetë mu, edhe drejtësia duhet të dalë në fund. Unë kom dalë këtu te, kërkoj drejtësi, jo dashuri, kërkoj drejtësi. Mirë po, gruaja vet e ka pru deri këtë pikë me shpifjet e veta. E dashur Mika, ti përpara disa muajve ke qenë live me Odetën dhe ke treguar historinë tënde të dashurisë me këtë person, e ke pranuar që ai ka qenë i martuar, unë rash në dashuri dhe s'kisha çfarë bëja. Pas atij live-i, çfarë ndodhi me jetën tënde? Mund të ma tregosh çfarë ndodhi në këto muaj? Me jetën time masi ndodhi ajo mu Ertan Mazllamin kërcënon. Pse ai nuk kontaktoi me mua? Unë kam bërë gjithçka që ai të lidhesh me mua dhe të reagonte nëse donte, sepse ai nuk reagoi, ndoshta ta di unë, se di. Edhe më e keq është që ato foto që janë publiku, që të kom tregu atëherës, gruaja vet ka shku prapë në polici, më ka denoncu mua me ato foto që i kom do me thonë që kom dhënë deklarat për ato foto. Ajo shkon prapë me ato vjetrat, do me thonë me ato foto që i kina bërë të dy problemet, ajo hala mundohet mund të mule. E dashur Mika, çfarë viti je ndarë përfundimisht me ish partnerin tënd? Me Ertan Mazllamin unë jam ndarë 2025 kur jam shku për Gjermani, ama kena pas kontakt, ne të kom tregu unë atë. E qartë, por në momenti që ti ju luten për herë të parë në live me Odetën që më li të qetë, ti shkove në Gjermani, çfarë ndodhi? Vazhdove kontakte sërish me të? Unë atëherës kur kom dalë te ti Odeta Duma, unë jam kon në Gjermani, ai s'm kalon rahat atëherës. Ti kujtohet shumë mirë që e kom bërë live-in me ty. Po, prandaj po të pyes, çfarë ndodhi pas atij live-i? Ti mbajte kontakte? Pas atij live-it ndodhi që Ertan Mazllami u kthi prapë te unë edhe kontaktonte prapë me mua. Ishte një kontakt që ai të kërcënonte, pra ai të shkruante të kërcënonte apo aty do me thonë folshim mirë, aty më kërcënonte, aty çonte dashni, aty çonte video dashurie, aty thonte do vi për pak vakët jam atje me ty, do jena të lumtur, ç'të sa më bonte. E dashur Mika, pse ja pranoje këto mesazhe dashurie? Unë ja pranova ati këto mesazhe, këto sendet, vetëm të mu drekoj njerëzive se unë nuk jam fajtore, ai vin të unë. E qartë, por ke shkatëruar veten tënde? E kam shkatëruar vetën time, po e kam marrë në qafët dhe familjen tem se bu ka bosh impresion. Sepse një mashkulli që, le të themi,
i ke pranuar mesazhet e dashurisë, ja ke kthyer me të njëjtën monedhë, i ke dhënë shpresë që ai do vazhdojë me ty dhe një xhelozi e çmendur nga ana e tij, i sëmur për mua psiqik, nuk mund të bëj një njeri që ka grua në shtëpi, ka fëmijë dhe të rendi pas dhe ta dhunoj pse ajo nuk e do më, kjo është, nuk e di, është e tmerrshme. Ndoshta duhet ta bllokosh atë numër dhe mos pranosh më prej tij asgjë. Unë si Minka, faktikisht unë kur po shkoj tash për Gjermani, unë do ta bllokoj numrin. Unë mund duhet videoja jote që kam ngrit zorin të ti, ma herët, që kam kërkuar ndihmë prej teje, mund duhet për ngjyt, se unë si Minka nuk kam pat asnjë pikë faj. Atëherë qëndro me mua dhe unë dua të prezantoj një pjesë nga momenti kur ti ke qenë në live me Odetën dhe ke kërkuar vërtet ndihmë. Po. 4 vjetë e gjysmë ka marrë, më ka rrem, ka maltretu, faktikisht edhe gruaja ati, ka bashkëpunu me ta, ai mu më ka zhgënjim, ka thonë që e ka gruan me kancer, edhe ka me vdek 6 muaj ditë, i ka thonë afat doktori. Edhe unë, mendimi jem, dhe me thonë se ai ranë dashurite unë, edhe mendova se mi qoj analizat e sajna. Nuk e dita se ai po më mashtron. Edhe thash, okej, në rregull, 3 fëmijë i ka me ta, mendojsha të bistifar tash spedi unë s'du me ja ditë vdekjen e dëkujt, po thusha, Zoti e ka shkruaj që shtu, edhe dashuria nuk shqip ka as mosh, ose i martum, ose diçka. Unë faktikisht e pranova që shtu si është ai. Edhe që atër në atë periudhë kur ju smuj gruaja me kancer, ai e ka nisa lidhje. Do me thonë, ke nanë Maqedoni i thunë, halas si ka dek gruaja, e ka marrë që fini ndërsetull, edhe ty me ta prish jetën, po edhe gruz vete me ja shkatru krejt. Këta? Jam ekstreme lëndume, zhgënyme, se gjithë kam shkel Kur'an, më ka shumë me shkel Kur'an, betohem se a e trahtoja ju. Edhe vetë më ka shkel Kur'an, dhe me dhoni ku besu Kur'anit jo ati, që ka shkel Kur'anit s'ka marrëdhënie me gruan. Më ka rejt, masane kur i kam shkretu në grus ati, ajo më ka thonë, burin e kam bos. Nuk jam të trejt Minka as një sent, edhe më ka thonë që burin tem s'ke dit me ma mbajt. E kjesh, e ke pas kur e ke pas, ama s'ke dit ta mbajsh burin tem tej. Të e s'ke dit ta mbajsh burin tem, e shek shqibone sot burin tem tej. Oj, ta kishe dit, ta dishe ta mbajsh në gjabishe ditën matë me i këti, ta shkatrojsh, këshona për milicion, kurva. E luna, asaj i kum shkrujt do me thonë që buri jëtë së më len rahat. Ajo më ka thonë, ti se lem burin tem rahat, buri e më bëz, buri e më për tretën, buri e më, jo veç për dytën. Gjithë që shtu do me thonë, më lavdru për burin e vetë. Unë e komendu se aj po më donë, unë e komendu se aj me të vërtet është gjeluz ndaj meje. Aj mu më ka vra, aj mu, do me thonë, këta mi kafshon të me dhomë, durët, vrit të maltreton të kretë fotët i kam. E kam qunë policite na. Mirë po, ditën që ka ardhë për në sot, unë prap ja kom hekë për hatër që atyve fmive që i ka. Mirë po atës kishin as zot, as fej, as një sen. Thjesht, ata të dy, bure gru, kajnë bashkëpunu, edhe tash, për momenti që jam unë në Gjermani, unë i kom thonë ati se shkoj në Gjermani, kom me të marrë edhe ty, po jam ardhë këtu. Kur jam ardhë unë këtu krejt i ndryshova situatën, në momenti që ka qenë me mua, një person ka qenë shumë i lumtur. Mirë po, momenti sa ndashte pi meje, shkon të në shpit vetë, i ipte një agresiv bësht, edhe më thirte, ku je? Me të kam je, qëllë me telefoni, gjithë qështu. Aj mu më ka thonë, me fotot intime, kam me të postu. Mi ka postu na për Facebook, na për komente, fotot intime. Të tuat? Po, edhe pa ka qu qikës vlajtem 12 vjetja ka qu që po bëjon me ta. Ajo nuk ofë qika jem, ajo është e vlobit. Edhe të t'i kisha thonë, lutët e mija të bofshin uj gjenoze ditën që dhe të martohet qika. Sa tjetër. I rënd mallkimi. E dashur Minka, edhe përpara disa muajve ke bërë thirrje, ke kërkuar ndihmë, por ke vazhduar të flasësh me atë njeri. Edhe pas këtij live-i. Mas kësaj, dhe me thë mas live-it, e prap ka vazhdu me më të folet,
ketë kontakt, do me thonë, jo më natë, që atërës kur e ka postuti, mas një kohë e ka trap kontakti. Por, çfarë pretendoje ti, të rilidheshe me atë dhe ta merje me vete në Gjermani? Unë pretendoja se me thusha derisa ki nuk hek dorë, mas si këtyre seneve që i ka bo, ja ku mbojmë, i ka bo, nuk hek dorë, mendojsha se me të vërtet është një dashuri. I ke besuar? Po, i kom besu, ka mendu se me të vërtet deri këtu të të bëj unë e ty keq, edhe ti nuk largohesh, do me thonë këtu ka diçka, do me thonë ndoshta ka ndjenja për ty shumë, është i dashurum shumë të ti, ose është një lidhje dashurie, si ta thëmë, toksike. Unë mendoj që është një dashuri e sëmur, nuk është një dashuri normale ku të jetosh dhe të jesh e lumtur, sepse një njeri e dashur Minka që ka një grua në shtëpi dhe nuk e do më, mund të divorcohet me gruan dhe mund të martohej me ty dhe të vazhdon të jetën, por ai mban gruan në shtëpi dhe ty të do të ketë të dytë. Puna e divorcit, do me thonë, ati është kom presioni familjes Sardianës, do me thonë grus ati, që ja ka bo, edhe mu blaja saj që më ka bo. E qartë, Minka, unë dua të flas hapur, më vjen shumë keq për ty, je një vajzë e re që je dashuruar me një burr të martuar, që të ka shkatëruar jetën, më vjen shumë keq për ty sinqerisht, por duhet të kuptosh dhe një gjë e dashur Minka, brenda vetes, përpos sa ish gruaja e ti po akmerret me ty, ti du ta kuptosh brenda vetes që edhe ti e ke lënduar atë, i ke hyrë në familje. Ja, une si Minka e kom tentu gjithmonë të largoj pi meje. Nuk është largu, do me thonë edhe gruje vetë ti pa ato sene që i ka bo me mu, më ka thonë gjithë burje më bëz, burje më përtrejtë, më ka dalë në kamer ti ke pa ato sene ti ki je vedishme edhe i din ato sene. Edhe gruja vetë ka qenë pititën e pare vedishme, deri këtu ka qenë krejt e vedishme, në fund ajo është hakne ke unë, që të erta në mazluamin. Unë e kuptoj që ajo ka qenë në djeni për lidhjen e burrit me ju, por ndoshta nga xhelozia që ajo ka pasur dhe është ndjerkej si femër, normalisht është akmarr me ty duke bërë dhe veprime jo të mira, padyshim. Por që të jemi të sinqerta të dyja, ke qenë ti që ke hyrë në familjen e saj, jo ajo tek ty. Dhe ky ka qenë gabimi jo i parë. Dëgjoj, Odeta, unë nuk kom hin familje të ajo, se unë nuk i kom hin shpi, ai ka ardhur te unë. Ai derisa e ka gruan e smut me kancer, pse vjen te unë? Unë e 15 muaj kam bërë mos Odeta duma, thjesht ta largoj aty me jetë. Pse vjen ai te unë? Nëse ti do t'ja kishe mbyllur derën, ai s'kishte nga hynte. Po, ai unë derën ja kom mbyll çdo herë, ai e ka ditur në mesazhet i kam krejt që i kom thonë, ti vetëm vdekjen mundesh me më pa. Mua personalisht ju. E dashur Minka, ky person që ti ke dashur, të ka ardhur në shtëpi, ka kërcënuar vllai, nënën, nipin, besën, çfarë ke ti? Krejt familje ma ka kërcënu, edhe atërës kam tregu që ka ardhur me shark drube, edhe tash njëjta cënde i ka bapet. Po mirë, vllai juaj nuk ka fuqi të flasë si burri me burri që... Vllai jem ka fol me të mira, vllai jem nuk ka dalë jashtë kontrollës, vllai jem i ka thonë veç largo pi këtu, vllai tim i ka thonë motrën tonë dhe e pres këtu se do ta vras në vend. Por mirë, policia nuk ka marrë asnjë mas për atë video që ne pam që ai të dhunoi në rrugë? Jërë mundu ta largoj sa ka dalë pi policisë e trapartë. Jo, po kjo është e kotë. Ai nuk mund të largohet, ai mund të jetë i smur psiqik, do të ndjekë këmbës në çdo vend që të vesh. Ai person që të ka dhunuar dhe faktohet me video në mes të rrugës, ai duhet të ishte në burg. Pse nuk është ai në burg? Do me thonë, unë kërkoj prej teje që e vërteta jeme ku është. Piku ka nisë problemi e. Prandaj po të pyes, pse policia nuk e ka futur në burg atë person? Ata e futën e marrë të 24/7 dhe i dan kusht, mos më u marrë me mu, ai e boni skandalos më fund. Dhe pas asaj dhune që ai bëri në mes të rrugës, çfarë ndodhi? U arrestua? Ate burën e qunë para burgi. Po, arrestuan e kanë qunë para burgi. Pra ai ndodhet në burg? Po. Sepse ky person do të ishte pas sekrave dhe le të themi je i qetë që ai ndodhet në paraburgim dhe do vendosi gjykata me çfarë do e dënoj. Unë si Minka, do me thonë, atë natë kur e ka shti atë burg, më ka ardhur, do me thonë, të thëmë drejtën shumë keq se nuk ku pas asnjë faj unë,
Do me thonë, kjo që në shpipja e gruas vetë, se s'kom dash unë ajtë bjerën atë burg, do me thonë bjerën burg. Krejt kjo ka ardhë, ka one e familjes ati, jo nga Minka. Minka, të lutem, se ndoshta ti ruan ende ndjenjë për atë dhe thuaj unë nuk dua ta shkoj në burg. Një person që dhunon në mes të rrugës duhet jetë në burg, Minka. E di, ama Nësa ai problemin dhe do. nuk është në burg, nuk e kupton gabimin. Këta ngustivar mu ma lojnë fajnë se sikur unë e kom shtim burg, pa marrë parasysh. Ma e madhe t'je mune, nuk mundet një mashkull të shtu me dhunun njëris rrugës. Pse ma lojnë fajnë mu, për çfarë? Mika, nuk ka lidhje është fajt e ty apo të grua e ti. Ti e ke denoncuar sepse të kërcënon, të përndjek, të dhunon dhe ke bërë shumë mirë dhe ai duhet jetë në burg. Ai do dalë përpara gjykatës dhe do marrë një dënim për këtë gjë. Nuk e pse të ndjesh fajtore pse e futa unë në burg. Çfarë mendoje ti? Une nuk e ndjej vetëm fajtore për këtë rast. Ato që e kam bërë deri këtë pikë, ato në ta ndjej vetëm fajtore. Une s'kam asnjë faj këtu. Në momentin që ai isha arrestuar nga policia, ke patur shqetësime nga gruaja e tij? Jo, gruaja e tij vetëm ka shkuar për policia hala të denoncon mua. Për çfarë të denoncon ty ajo, kur ajo e di që ai të ka dhunuar? Pa i më denoncon, do me thonë me fotot që ja kom postu unë para 15 muajve, kur ai ma ka postu mu familjen, unë ja kom postu ati. Do me thonë ajo hala meret në ato senet ma para. Unë e kërkoj pi policisë Gostivarit, pi gjykatës Gostivarit, që në mirën me rastin me 17/4 dhe 18/4 që ka ndodhë. Jo para 15 muajve që unë kum dhënë deklarat për ato senet. Edhe që kom paguaj dënim 600 euro. E dashur Minka, çfarë do i thoshe gruas ishit tënd? Se jam e sigurt që do të ndjeki. Gruas ishit tem do t'i kisha thonë, faleminderit deri këtë pikë që e prunë e burin tënd, se mu si Minka ndoshta ma ke ul karakterin ose moralin, ama kurora jeme nuk bin tokë, se unë jetën e kom përpara, po ti ja ke mbyll derën nonës Sertanit, jo Minkës. Por nëna e ti, prindrit e ti të kanë telefonuar? Jo. Ti nuk e kontakte me fisin e ti? Jo, s'kam kontakt, as nuk du të kem kontakt, as nuk du të vinë të më thunë që hek denoncimin. Nuk pranoj as një lloj motivi ata të vinë të më kërkojnë lutje për ta hek une atë denoncim. Do bëje gabimin më të madh nëse ti do e trishe denoncim. E ke bërë disa herë këtë gjë dhe ke gabuar për mua. Si Minka nuk pranoj ta hek denoncimin, nuk pranoj as një lloj motivi të kem me familjen e atij kontakt. E dashur Minka, dua të t'jap një këshill, nuk e di, sa vjeç je e dashur? 35. Sa e ku pas diklindje në Jodita me 16. Ke mbushur 35 vjeç, edhe 100 u bëfsh. Faleminderit. E dashur Minka, je e re, ke jetën përpara, jeton në Gjermani, vendlindjen e ke në Maqedoninë e Veriut, në zonën e Gostivarit, aty ke patur një histori dashurie. Futi një kryqe dashur Minka dhe harroj gjithçka, mbyll atë kapitull, një kapitull që të ka dëmtuar dhe vazhdo jetën tënde në Gjermani, të njohësh njeriu e ëndrave të tua dhe të jesh një grua dhe një nënë e lumtur në të ardhmen dhe mos e kthe kokën pas tek ai Artani që të ka shkatërruar. Unë vetë se e kom pas kontakt me atë njeri, ta shofin familje vetë se a i shqetëson mu, jo unë, se a i gjithë ma kalon fajnë si kur unë se loj rahat. Minka, mos mbaj faje mbi supet e tua dhe mos ta ndjej shumë se çfarë mendon familja e tij. Mendo jetën tënde, tu shkatërrua jeta jote, mendo për veten tënde e dashur. Mos mendo për ish partnerin, sa gjuna nëna e tij që ka djalin në burg. Ai e meritoi burgun, prandaj është në burg. Se nëse ai do sillej si njeri dhe nuk do të prekte me dorë, nuk do ishte në burg. Ndaj të them, mendo për veten tënde. Unë e vetëm du të them Odeta, unë nuk dua njerëzit të më keq kuptojnë se mu shumë kanë bullizu, më kanë ofendu, më kanë nënçmu, se ti e din si është Gostivari këtu Maqedonia. E dashur Minka, shoqëria shqiptare, si në Gostivari dhe këtu në Tiranë, por edhe në Kosovë, është shoqëri paragjykuese. Thjesht fakti që ti ke qenë e dashuruar me një burr të martuar, shoqëria të paragjykon. Ti
u dashurove, e dije që po gaboje, por nuk theshe do të më mbrapa, sepse e doje atë njeri. Deri këtu të kuptoj, por momentit që gjërat u bën më të mëdhaja, ti duhet të triqeshe dhe nuk do të vazhdoje këtë histori kur ai u bë dhunuesi jot. Shoqëria të ka paragjykuar dhe do të paragjykojë dhe këtë gjë ti e di mirë. Une, kretë bota jonë tash, kretë bota jonë kundër meje për falë Zotit që familja jeme që s'ka i folë me mu me vite, jonë mbështet prap të Minka. Në me thënë jonë mbështet, jonë pajtu me Minkën. Kjo jonë shumë e knaqë për vetën që e kom fitu besimin e plot prap para familjes time. Dhe më vjen mirë që familja është krah teje dhe në situatën më të vështirë që po kalon, ata janë me ty. Une si Minka ju kërkoj falje familjes tem, atë shumë që me të vërtet i kom lëndu, mirë po inshallah ma falin, edhe pse ma kanë falin dhe jo atë ditë kur ka ndodhur rasti shumë e lumë të rishta edhe harova dhimtën kur krejt familjes tem ishin a për meje. Farifisi, dhe me thonë, krejt ishin a për meje. E dashur Minka, kur ti je lidhur me Artanin, familja nuk e pranoi këtë lidhje dhe ti nuk ishe kontakte? Familja jeme nuk kanë dashur që me Artanin edhe nuk, unë përveç nënës tem me askën s'kom folë. Çka ku Artani? Ama tash që jam ndaj për Artanit, edhe që ndodhi kjo punë, unë jam e lumtur me familjen tem edhe më kanë përkrah shumë. Të besoj vllai ka qenë i pari që të ka mbyllur telefonin. Vllai ka qenë i pari që më ka mbështet, edhe ka pa që s'kom as një pajun, edhe faleminderit pi vllai që ma ka hap prap derën, të kthehem unë në shtëpinë këtu ku jam. Pse, sa vite kishe që nuk vije te shtëpia jote? Unë 15 muaj, do me thonë nuk kom fol me vllapin tem me që të miqe e për pas. Shka ku e Tanit? Ai të mbylli telefonin dhe tha, mos hajde më në shtëpi? Vllavi jem, unë e vish në shtëpi, ama ai nuk kom folte. Hera e parë që kom ardhur në punë, vllavi jem ka folë. Dhe si ishte ai takimi i parë, çfarë të tha? Takimi i parë, dikur kam folur, më ka vra Ertanin në rrugë. Ai erdhi për të ngrohtur. Atëherë se kam kuptu se vllai për motrën bën gjithçka. Atëherë s'm tha unë e bëj gjithë për ty, edhe tha mos u mërzit se unë ta do marr hak për ty. Unë prap nuk e loj familjen time të marrë hak ka drejtësi edhe ka shtet që merr hakun atij. Do doje ditën e sotme t'i përcjellje një mesazh vllait? Une e faleminderoj shumë vllavin tem që i të prap besimin të unë, edhe faleminderoj që ma qeli prap derën dhe më priti me kratë hapur para familjes vetë, edhe para fëmijëve vetë, që nuk më lapë posh për një njeri si punë e Ertanit, që nuk më udhi posh. Sepse familja e vërtet dhe dashuria e vërtet është nëna, vllai, ata që ke në atë shtëpi ku je sot. Po. Ajo është dashuria e vërtet, që është pa kushte. Unë e gjithmonë kom që mbrojtje me këtyne, edhe prap jom, edhe faleminderit Zotit që i kom krah. E dashur Minka, e kuptoj që je zemër lënduar me gjithë të histori, uroj që atë dhimbje ta kthesh në forcë dhe të ecësh përpara dhe gjërat të zgjidhen me gjithë problematika të shumta që ke hasur kohët e fundit, por vetë Artanit, çfarë do t'i thuash? Artanit do t'i them, unë jam gjallë, jam shumë mirë me jetën tem, shpresoj që ata që mi ke bo mu 5 vjetë, ta kthej 2 fisht atje ku je. Ky është mesazhi që do përcjellësh ditën e sotme për ishin tënd. Për ishin tem është kjo edhe pa mëshirë jam për atë njeri mo. E dashur Minka, ti do udhëtosh drejt Gjermanisë? Po, kismet tash e kam ditët e fundit i kam që të kuptoj, më pret një ardhme shumë e mirë, kam punë që, kam edhe familja që më përkrajnë prapë, dhe ato i faleminderoj shumë që kanë marrë besimin prapë të unë, se edhe me ata në Gjermania im ka prish, edhe faleminderit atin në Gjermani që i kom përkrajë për çdo rast. Por pse? Ishi ka ndryrë edhe në Gjermani të bëj keq edhe në Gjermani, ku jeton? Po, unë kam tregu edhe herën tjetër.
që më ka shti probleme dhe me ata familjes sa që kum pas. Të mërshme. E dashur Minka, sa kohë u bë që jeton në Gjermani? Unë jetoj që 1 vjet e gjys, Në çfarë vendi je të Gjermanisë? Stuttgart. Je lumtur aty? Unë atje jam e lumtur, kam kriju jetën tem, kam punën tem, i kam senet krejt në rregull. Edhe plus, ma e keqja është që kam paguajt dënim këtu 600 euro për punë TikToki. Ndalemi pak se ma the dhe pak më parë, ma kapi veshi. Kur u dënove ti nga shteti i Maqedonisë së Veriut me 600 euro? Do me thonë, u dënova për TikTok që kam folë une. Si Që kam ishte? tregu të vërtetë. Mund të ma tregosh pak, do më çfarë ke bërë ti në TikTok që më pas u dënove? Unë në TikTok e kam ngrit zërin dhe kam tregu të vërtetën. Do me thonë, kjo është edhe e ta mazlami kanë qenë denoncim policisë, edhe kur ja kam qenë krejt fotot gruzve të vërteta që buri asaj se më rahat, edhe çati, do me thonë, ata e kanë shfrytzuar rastin sikur telefoni o kanë i gjallit atij, edhe jo i gruz, edhe më çati më kanë marrë mu 600 euro dënim kam paguajt. Pra, ti ke hyrë në një live në TikTok dhe ke treguar historinë tënde të dashurisë duke akuzuar ishin edhe gruan e tij. Jo, unë nuk kam akuzuar, por unë kom tregu të vërteta që shokon të va tregoj njerëzive se ai buri martut nuk po del çështu si më pa, ai thjesht më para njerëzive më thotë grua e kam. Dhe ai të denoncoi në polici dhe çështja kaloi në gjykatë dhe ti u dënove nga gjykata me 600 euro gjop. Po, 600 euro gjop, edhe plus si kum qu fotot unë asaj, e ka marrë, do me thonë, telefonin, do me thonë, kjo e ka bo si kur telefoni është i djalit, kësë mune ato fotot, ja kom qu djalit. Ama telefoni nuk është shkon i djalit. E qartë. Alo, do me thonë, po. E kuptova logjikën dhe kështu u dënove për këtë gjë që bëre në rrjeti social TikTok, por ajo që unë të them e dashur Minka, udhëto drejt Gjermanisë, atje ku ke 1 vit e gjys që jeton, shikoj jetën tënde, të ardhmen tënde dhe harroje çale mbrapa në Gostivar. Okej, faleminderit shumë Odeta, kalofsh mirë. Lutem, bo diçka që e ka bo ajo Liridona Vejseli, e ka nxjerr videon tem. Ne jemi live dhe uroj që zëri jo të dëgjohet ditën e sotme dhe drejtësia të shkojë në vend. Të falenderoj dhe të përshëndes Minka. Ciao. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore, histori reale të vërteta, siç ishte historia e kësaj vajze të re nga Gostivari Minka, e cila kërkon tim pasi ish partneri, ish i dashuri e kërcënon dhe kërkon që ajo të rikthehet, ndërkohë që kjo vajzë do të harrojë të histori dashurie për të nisur një jetë të re në Gjermani dhe urojmë fat dhe lumturi Minkës dhe urojmë dhe shpresojmë që policia dhe gjykata e Gostivarit t'i japi dënimin e dënuar këtij personi që e përndjek ish të dashurën e tij. Ne bashkë do takohemi nesër me një tjetër histori këtu live me Odetën ora 10 në kanalin tim në YouTube. Faleminderit dhe takohemi nesër. Mirupafshim.